Ish-kryetari i Bashkisë së Finiqit, Leonida Hristo, është zyrtari i radhës vendor që dënohet për abuzime me tenderat. Ai u dënua me 4 vite burg nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila e shpalli fajtor për shpërdorim të tyre lidhur me procedura prokurorimi që ka shkaktuar një dëm ekonomik për 77 milion lekësh. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi i tij ul në 2 vite heqëllirie. Ish-kryebashkiaku është hetuar pa mas sigurie dhe pritet të vuajë dënimin nëse vendimi merr formë të prerë pas shqyrtimit në apelin e GKK-s. Ndërkohë, gjykata e posaçme shpalli mos kompetencë për 4 ish-zyrtar të njësisë së prokurorimit dhe komisionit të vlerësimit të ofertave, duke ja kaluar çështjen gjykatës së Sarandës. Sipas PAK, gjatë viteve 2017-2019 janë zhvilluar procedura prokurorimi në mënyrë fiktive dhe në kundërshtim me ligjin, ndërsa hetimet tregojnë se përpilimi i dokumenteve dhe vlerësimi i ofertave janë kryer jashtë strukturave të autorizuara me dokumente të parapërgatitura dhe të firmosura më pas nga persona të tjerë. Hetimi për këtë çështje nisi pas kallëzimit të kontrollit të lartë të shtetit në vitin 2020, i cili konstatoi dëm ekonomik nga abuzimet me tenderat në Bashkinë e Finiqit.